Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Remzi Osmani ka vendosur të marrë pak kohë pushimi larg angazhimeve muzikore për t'ju përkushtuar familjes së saj. Destinacioni përzgjedhur për këtë fillim viti është qendra e njohur e skijimit në Bullgari, Bansko, ku familja po shijon të borën. Përmes rrjeteve sociale, Remzia ka ndarë me ndikësit momente plot dritë dhe gëzim. Në fotot e publikuara, ajo shihet të rrethuar nga personat më të dashur. Vajza e saj Riola, djali Hamza dhe nusja e shtëpisë Gëzimja. Familja duket mjaft e bashkuar dhe e koordinuar, duke shijuar çdo moment në ambientet piktoreske të qytetit malore. Vëmendjen kryesore në këto pushime kanë marrë padyshim Nipëri dhe mbesa e këngëtares. Remzia nuk e ka fshirë asnjëherë lumturinë që i fal roli i gjysës, dhe imazhet ku ajo shihet duke luajtur në dobor me ta kanë rrëmbyer zemrat e fansove duke marrë mira pëlqime dhe komente pozitive. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Remzi Osmani është shumë afër fansave të saj, duke i mbajtur të angazhuar dhe të përditësuar për çdo detaj të jetës së saj, si profesionale ashtu dhe asaj private.